E u futa unë aty, lash telefonin, gjitha gjonat, ato, se kishin ato telefonin, e kupton ma more, edhe tha merre 2-3 numra të shtëpisë, tha telefonit. Tha ai, ish kujta mi letër, tha ai shefi burgu. Më qunë mu me i dhoma atje që jarë mos, ishte izolim, burë, ishte kështu dhoma korridori vogël, për para kishe aerosi. Ka më stres, kur shkon nga hiqi që hy direkt mrena si gjë kështu. O qa, unë pa të them që aero, mu jo, në fillim se mora me stres, mora me qef, vari kare, thash pithë thonë. Unë kisha hadhe në shpi, sot dakë se shpi, të morë telefon, kishin kujtu se kishin bo aksidente, të hedhë storin e të hedhë me 200 që aero në pithë. Thash, ishin 3 shpis, Dubrovnik ke qenë, kam qenë edhe unë në atë kohët, vitin e kaluar, thot. Po, Dubrovnik. Edhe më futën mu me i dhomë, më kërë ditë fortën, aty dhomë ishin 4 veta, mu më futën 5-in, edhe plan me krevat shtes, ma futën krevatin shtes, më dhomë. Edhe ishte izolim, ma kupton, ishte 2 orë mrena, 2 orë aerosje. U futa unë aty mrena, ishte njoni, ishte i shnosht. Ishte i shnosht njoni ishte i plaku vjetër, qia motër ishte edhe i plak tjetër, qia rom pidh. Njoni folte me vete, tjetër flite gjumë, e njoni bote palestër, nga ato 4 veta më qashin karin, unë risha hapsha që s'disha s'gjua si gjo. Më rrujt karë, mos fut në i tjetër, burë. Ja. Hape lojë në burë. Të shof. Edhe gjoti, edhe kur gjoj unioni i qurë aty, o shqipa, mas ja 4 ditë, 5 ditë. O shqipa, thashun, ku shok kjo më dha. Kur pashun... Mu më thana do të sekuestrojt, tha, je i lirë, tha, kështu, tha, veç do të sekuestroj makinën e kështu, pse? Pse, i thash? Po jo, o vla, unë kam blej, thash, kam pagu lek që lidhe ka makina për targat, i thash dhe verifikojmë. Po ke marrë targat e karin pia dhe pastaj futa avokatin e njërën tjetër. Ne s'bom as noterin, e bom noteri dore ku morë makinën. Si ja bëra pagova avokatë, vlaj. Po kur s'deshin me morë lekt ato 500 qëtë atje, që ishin gjitha 500 që s'deshin me i morë pjith motra, dishin turq. Tha e tha orta, tha ke 500 që tha... E ti të portë ti? Ma sekuestru makinën në Kroaci mu. Ma majtën, ma si muje ca shkova e mora me bacin, me karotrec. Po na që s'po... Ta kardi me bacin në Kroacie? Por me karotrecës nuk ta lekmori baci, a mund? 500 euro. Ja, pas ka morë, se baci të rimi më rëshfje. Pak mori për muaj, se pyta ku në gjitha të vene donin 800.000 deri atje në vend, në Buda, ku ishte, në Buda. Edhe, nejse, shkoj marrë makinën, po na që s'po mu duron dhe mu sa zbres në Shkodër unë, i them bacit, në lo, do zbres. Jo, arë që a thuta, i vërë do zbres makinën, i tharë, orë keme targa falë, pa targë, plasi kari mu do zbres. Tja valova, na Shkodra, në raket lushnje, më targa falë, i qiva, i targë para. Vin lushnje unë, rotullohem sot gjithë natën, nesër, policia fjerit posto blok. FNSH-ja këto gjithë njërën tjetër. Daloj mu më thot, o, grek, se si iki. Posto blok tjetër, ishte i gjaje. Jo pse bën kose kur s'mjef, komisariat. Ore qa thutha se i shive ropën, komisariat. E i të marë mu sekuestru makinën në fjerë. Pse si dhe i zetë që më burë? Në pik, po s'marin policë Shqipëri leke, burë. Në pik blokimit në fjerë. Angjon, me erdi letra sekuestrimi për gjithmonshëm i makinës. Nuk del më. Qia, po si ta dhanë më dha? Të donin me majtë për vete. Pastaj më dhanë. Mora plakun e shehikun telefon, shkoj atje i tha, foli direkt me atë. Qa thutha pse makina jote është tha e jo. Po qaline ka plaku im vërkar, qa fol palidhje. Po mirë pra, plaku jo se i kishte shoke po. I pa dhe her letrën e pare, kisha regullun e manzorën makinën. Pagova veç. Ja se fut kote njërë, se për shaka, Po që desha me thonun, po pas ta e morë makinë, sa muj neti bloku makinë? I muj e gjys në Kroaci, edhe ja i javë 10 ditë në Shqipëri. Futin e i palë Fenelina tja sajt, na jo këshu, hape kërë, na e me radio, këshu që i mo Fenelina, raket në pratostrad, Gjoma Dzi, që i mo dhe mene i ta bëjnë policie veke Gjomi për pare, edhe ta bëjnë gjithë shumë kalosht. Gjithë shumë. Po pse, karja po nuk ka si kjo letra që po e veshun ka blusa, dusht, kaltra në Shqipëri, po si kjo loj nuk ka as një është tek lisa dojnë direkt. Pyti e për golfin tim atë, sa lek dojë ta veshi golfin tim, po jo se e bluja jote, boj qelli e hapur. Të qojmë atë, qojmë katalogun, prita marrë në telefon të ashtë direkt, ta njëgjosh. Boj qelli e hap me thuj, jo këshu blusja jote, boj qelli. është, se këta janë kështu që punojnë privat. Ky që e lyon makinë, që e vesha makinën është një nga më të mirët Shqipëri, është nga Kosova ky.
Ka hap pikat vetë. Po që, do me thënë, nga i mirë 700 euro llogaritë, vlla, mu mori 800 euro se i bëra reklam, video e kështu, po 1500 euro është me pakta me ly makine, me pakta. Edhe me 5 vjet garanci që çado lloj gjë ti ndodh makinë, shkon ti e çon për ta bë. A di çfarë du me bëu në kres? Du me krujt makinën komplet, me krujt me helq boj me edhe top komplet dhe me e vesh. Po vllai, ti thuje du të vesh me ta vesh ai. Më i mirë se automorati, po më i mirë është. Më i mirë. Më i mirë vllai. Teka e, mos ke marr mafjet ti tallkarin. Okay. Ora 12, këto jetë në gjumë. Automorati më tha mu ma sill me rrofshi, tha kruje makina, tha bëhet gati ma sill, tha po unë s'ka pas kohë bursa. Edhe automorati nuk ka kohë me vesh makinën time sa pun ka ajo shoku. O vlla, a ishe në gjumë? Të flaj, po. Aha, na fal lik, pra jo, jam e ikun këtu live dhe doja me të pyet për i gjë, po ik, po. Po, çfarë do? Po pyesësh e iku se do me vesh këtë golfin se po bëjmë punën e këtyre makineve e kështu. Edhe më tha që kështu ku e ke vesh makinën tate, du me vesh dhe unë se ka i golf 5 ky. Bojqelli. Pe ikut. Ha? Çfarë ngjyrë do më vë? Po na ço katalogu nesër dhe folim pastaj qysh tek ja veshim. Bojqelli vlla. Bojqelli thot. Do me shku në qiella. Po mëre vlovi jam, qëtash po dojna me shku në qella, pe din, se tash e kom një golf 5-a, e tash du me ly vla, du me bo me letra, pe din se tash e kom ly, ama ajo boja nuk është ashtu si që duhet, a pe din. Ka me rarë. O vlla, Sheiku thot kështu për shembull, se Sheiku dhe rreth shtëpia dhe ka nevojë për një ulje çmimi. Ai bën dot një ulje për shembull kur dali ky në arrestin me ta marrë në gojë herë apo jo? I kërë fari kart, ta marri greca o vlla për mu, se unë jam larg. Ik vlla, ik. No. Or vari kar smoothie. Or bëth shir, po rrier mirë, rri or kar. Se ke marrë ti, se a marrë unë, o kar, se unë se a marrë si që merë ti. Mos ja marrë kari, se bëjt me morot kari. Nuk jam marrë, veç që kam rënë me dorë. Qa marri kar si që o bërë shie. Ika kar, ik se s'po të mlaj më me ty, po ik, dil për jashtë. Jam live. Qa kari që o bërë shie. Pa ja se a merë greca bur ma bon muj. Se kam shok greca nuse. Ma bosi nërë. Sa lek mund të marrë jo greca? Vllai, me vesh 1500 euro po të bën makina, me më të mira. Tash do gjejmë në një gjë për ty që është tek, do shohim të bëjnë ai çmim. Do paguash gjysmën ti, gjysmën unë ai çmimi, gjysmën da uli ai. Ose t'ja blej letrën unë, sa... Po, vari karisë, pse do me blej letrën vetë, gjën më mirë. Po mi vetë thash, unë thash mos me këshu, mos me rëndu atër, vlla, kupton. Po letra është 300 euro të mom. Po pat letër ai është po mirë. Po pat gatshme, mos me blej. O vllai, nuk ka letra e porosita i letrën, çfarë letre do të jetë? Se di, marroj herë ti, ta shohim si do dali. Kur e marroti? O vlla, po çfarë shive si do dali, shi si del kjo ime ata. 1500 euro po golfi komplet, o vlla, çfarë thotë mje ka njëri këtu. Ti thotë 1500 euro. Mirë po. Po ti poshtë ajo po 15 dolla, po i me boj 1500 euro, vlla. Qi euro. O shej, të vdekshin rob. Po, të vdekshin rob nëse jetu rrejt. Audin tim, edhe pse është i 2012-ës. Pa targa, pa letra, pa si gjë. Kur shkova e mora në Gjermani, si që mora, a i dhash 14.500 euro në dorë? 14.500 euro më ropë shpije, 14.500, gjitha 500 që, kam qenë edhe unë. Më shkun 2.000 salë, po valla, është 3 herë se lajkë, është qia ropë, s'ka si kjo loj këtu në Shqipëri. Kështu si motor. Po kjo karë, se kjo si ma makina, se kjo për plasë, për shkoj për plasë për lagje, i qi ropë. Nuk shef rrugën, për shef telefonat. I ka karë mos ma 5 telefona, o karë, që bje njoni, këte bje njoni, ne do të bine telefonin e ka kom, qia ropë dhe marrë të makinë për para. 3 mish naft, 313 kuaj fuqi, 3 herë se lajnë. Për të hecën e ja shkërdhe ropë, që i kam dhonë unë më ropë shpija, qi motor për të hecë më ropë, ka dhe start e qia ropë. Biturbo, marmitat sportive. Po boja shërbimet o dha, vaj filtra gjona mos ja le. I herë në muja bëj, unë i shi ropë, aje ka me 10 km, unë ja bëj me 6.000, me 5.000. Tallkari. Boja ndroja dhe atë filtrin të pasagjeri, çfarë të filtri, të kroskoti është i filtri aty poshtë.
Janë drova vllai, gjitha, edhe të filtrin, ai filtr ajër. Gjinof është makinë e mirë ajo. Po vlla, shërbimet i ka të gjitha të bëra ajo. Po sa lekë shkojnë shërbimet asaj, vaj filtra gjona gjitha kështu, kualitime gjitha, me gjithë letra domethënë, me gjithë vitin, sa i shkojnë? Nuk e kam bërë herë letra vjeçare, ose 4 muaj, sa kemi që kemi blej, 6 muaj. Po jo 6 muaj kam unë burg më burg. Po, që nuk e blej për... Po, 8 muaj ka, se 8 muaj kam unë. 8 muaj. Po jo, nuk quhet 8 muaj, se quhet që nga dita që i ke vu targat shqiptare. 6 muaj, 5 muaj. 6 muaj. Te kush jetë e vesh, shikoni storin tim në Instagram. Sa mund t'i shkoj, po ai autoshitsi më dhe, qa boj autoshitsi, po bo nomin e, po i qi modrë. Ja, qira, dhe e ke pa që kam i javë që breth me ke klasë. Mun pa thone i vdekshin o ta Rolls Royce-in me 2 ditë. Ana pa të thënë të dy vajtë merrni Rollsin e njërën tjetër. Këna qenë bashkë më rëfshi, i kërë thashë dhe më përplasim Rolls Royce, më na bjeni nga përplasim e ne cep qia ropë, pithërim pagun në Rolls Royce-in. Kena pyte për Rolls Royce, na njofi njerëzit o vlla. Dhe dita njofi njerë, da njofi kom shit o vlla. Tham i javë që majke klasin, 7 ditë sot, edhe 2-3 ditë jere dhe me 10 ditë. Po merrni gëtë funit të për të është e vjetër, merrni gëtë funit të për. Në 2020, shu. Ne si ajo Gjermanisa, a ishte gëtë qia ropë. Ajo e qerosti. Ajo Bobit, ajo ishte gëtë qia modrën pjithë, me targa bosërë. Erdhi e i ka marrë 2024 se. Bravo. Ja, ropë, a i ka te pelena lek pa fund qia ropë. Kisha dhe më ca te pelenë së shim burgo gretë, qia ropë qa leku kishin mërë gretë. I ka mundë të pelenë sa të janë gjithë me lek, mërë qia ropë të. Me ropë shpije lek, qia motrë, në vlam. Janë shkath të pelenë, dekshin ropë, janë shkath të pelenë. Nga Kalivat që janë, qia ropë qa leku kishin mërë vlam. Kalivat të pelenët. Nga shatrat të pelenët. Ka një makine majnë të dy bashkë me Florbanën. A janë kanë lek, o vla, ja, s'merën ata me rrite sociale, po të kanë lek papami, di greca. A i herë që nga ka prit në Gjermania është bob fare, më rëpshë, është bos me vërte. Më rëpshë, është bos, nga ka respektu atje. Mu që arroj më rëpshë, nga ka respektu për kokta. Edhe a i edhe dhondër e kishtë atë tjetë e lokali, apo? Edhe dhondër i vetë, respete. Kunati nga Lazarati, më rëpshë, nga respektu. Falja boj atyre, falja boj më rëpshë. Asani, me. Falja më rëpshpje, në ka respektu ati, unë se arroj për zonën, në Berlin. Më thonë për ditë, hajde. E kishin e i këlla, ore ti e budalla, qa rrim Shqipëri më e qifsha më, merë atë mafjen, futet Osmani, futet me ne filma ne, për i kërë registroni, i kërë për talë një kari në burë. Guqi këtë ma bet ka vlaj, Guqi hada jak erë 2-3 dite, por e kam bëzit a belqitje. Ka gjonëre. I kërë vla merë mafja, futet Stambol, i ka ne. Guqi njerëzit ja bëkshë, s'kam që bënd ja fusim Guqi në i dajak, me rap shpije. A gjonë ti, putem në Tajlandë, ik me mafja në Tajlandë. Pare, me ti i për timit ku të mi, pyte Keshmanin. Po le Keshmanin, edhe Keshmanin ka shku me Nojzin në shoku. Ti përse Nojzin ka marrë vilë shkërdheja motë në Tajlandë, mos më të mërë ashu, Allah. I ka shku me 2000 euro tha i e bur. E i qa ka i, aba i fle rrugë, Juli. Aventurat e Julit. Ai fle rrugë. Juli kur niset në Shqipëria, niset me 1000 euro, kthehet te me 1500, të allkarin ti. Ora, pse bo le nga videot nga TikTok. Po qa videosh ai shirop merr i kokë rullia ndan 2 pjesë, ham gjes han drek. Bo dhe reklama shumë ai më rëfshi, kam pa i bo simi të këtyne në kartave tona. Sta reklamash bën me kari bie dhe bën me marrë një bilet pa lek. Me rob shpije gjithë që bën. Gjithë që bën reklama marrin e bilet pa lek. Ose a di çat bosh ti o plak, më rëfshi, di sa e ka menuën. O daja ka peja si, ka ngel hatri me ty, me rob shpije. Ta them tamam. Parë se bësi ka bet, merr mafian, se i shive rob. Pa i është për video, ke po si gabel, do qa lidhe ka gabeli e bur. Jam bë dhe unë gabel, me rob shpije, kam dru. Nuk i shof të të bardët me s'kujme. Jam bë. Dorë dhe ju e... mafin, mërdan. Si u njofte, si e more mafin, si u ngece me mafin, na tërgoj që i ka mund. Ngelte pa lek mafja, shkun të mu, se losim shumë e dënime, ne i thoja unë, s'kam lek mërë bur. Okej. S'kam lek i thoja, nuk kam këshu pikar i ku me hajt jap kesh, a i më shkruan dhe mu. O Lali, do mi japësh ato lek se jena kesh, do mi japësh ato lek se jena... I thoja unë hajde meri, erdi mori, erdi dhash 100 euro.
E pash ishte kështu çuni mirë, vite keq, e kam marrë gjithmonë, kam ble rroba, e kam bë video, kudo që shkoj bë reklamat, unë e marr për vete, e marr me vete, për shembull, kam i marr 300 euro, ti jap këtij në 50, në 100, në gjë, a kupton? Po për reklam, sa lek merr mafia? 20.000 lek, 15. 5.000 lek i kishte dhënë ai 15 vjeçari me madh që kishte bë video. Ja, pra nes po na thirr njëri për reklama neve. Dhe ke pati të karin e hidhet në kati tret me 100 euro. T'ja shi ropt të ti unë të shaj? Kam për të shaj të ti shi ropt. Ka dhe patriotin tatë. Kush? Për këtë ke fjallën? A i që hidhet shu që hidhet në varri, që është që hidhet në kati tret, që bën se kur thy gjëra. Që hidhet ropsh. Ka marrë punën e kalon pa punë. Mos merr me në 100 euro reklama se na shave kari, njëri bësi varikarista. Se i shiva motrën hyra i bëra të gjithë me 50 euro, t'ju shi rop në pjell. Karun 500. Ai, mi që shkore për biznes, o vllai, njerëzit do po them dun, çkosh t'u thysh biznesin, o vlla. Nuk jam xhelos, po jam bë gjithë si varikarista, edhe këto që mani ju si më të fortët, si byllshira kanë shku, gjithë u bën reklama me na 300 euro. Un i marr 500, ai më thot mu ky do 300, ky do 200, po i gara pjell motrë, më shkote ata, çfarë vjen kot? Ygat shif Ja, nuk e se edhe 200 edhe 300 mirë është të burvari ka si tonë me ma kari mu të rriun bërë reklama gomarsh. Po vllai, duhesh me bë se këta nuk e kuptojnë dot, to janë kara. Janë shumë rrota kari, sidomos bizneset janë më varikaristët që ekzistojnë, bizneset. Tashi, merë vllai bëni reklam, do bësh i biznes serioz. Supozoj mu po bë reklam te Top Channel-i. Reklam serioze, nga Top Channel-i nesër dal shes gomarin e Sheikut. Shet që iku 200 dengje barë, po mos i shira të ullet direkt reputacioni reklamës parë që ke bë. Na, ajo është dilë shit pula deti, shit vaj o liri. Po di dhe unë bërë reklame 50 euro. Ua, Mark! Kam bo dhe unë reklam vaj o liri, dhe qa ka, që një dhe ka, po më dha 500 euro, mo e vaj o liri, po. Po plak, po të them, nëse do me bërë reklama, do me punu, duesh me majtë standardin në bisha. Me majtë, unë po pëse, po plak, po unë si rej shif sharop, na. E njerë që si bëjnë naze leko, do kretë, a 100 euro, të 100 euro, gjithë po, djetë shumë se bëjnë naze, gjoktu me, bën reklamën 200 euro me bë, ma gjej një Shqipëri, një këtë doj kari ty, ja ku jam tu, të futet e TikTok-u im, një që bën reklama dhe i shkon video me shumë se mund, të falë qatë dush. Këta njerëzit janë kara, unë për shembull i marr 500, i marr 300, a i thot, Sheiku merr 50 euro, po shkoj te Sheiku, vlla, te Sheiku me vërtet, po ti merr 50 euro ty. Kozaku, të fusit te Kozaku, Kozaku të merr 500 euro, se ka pas 1.000, të merr 500 e ke video në Kozaku 40.000, me 600.000 follow, 40.000 video, 80.000. Unë kam 30.000 follow, kam video në 300.000. Ja, në fakt ka janë mirë karo. Ta shi qa kemë mirë. Po, boj me 200 euro në pjithë somë, se da boj ofertë 200 euro, boj në zetë reklamë. Një sekund, qa kemë mirë ti vlajë? Me ardhë dhe unë për shembull, po ta zej mohabet kot, me pagujt 300 euro dhe të kesh sukses, apo me shku te Sheiku me dhën 50 euro, mos shofja shtëpia jote. Tashi, mos ma merr personale o Flori, se s'ka mos i gjë me ty po bëj mohabet. Shkon ti për shembull hedhi makinë te Flori, 70 euro. Ta shohin 8.000 veta videon. Ka dhe video që i shkon ai video 200.000. Na 50 video njëra i shkon 200. Ta shohin 8.000 veta. Mu 10.000, mu 20.000 veta, deri 18.000 më shohin story në Instagramit. Unë kur të hedhi reklam në TikTok, ma shohin 300.000 veta. Ti tash i shkon jep X-it 100 euro, ta shohin video 10.000 veta, mu më jep 300, ta shohin 300.000. E, se ka konkurencë edhe me këtë punë, çuna, mos kujtoni ju se s'ka konkurencë edhe, se edhe ne për shembull, me mje ka ky medal tjetër me bë reklama me 100 euro na ul punën neve, unë i binë ti bëj me 50 euro. Vaj lesh, po njerëzit Allah e duan t'u thysh bizneset e të marrin, a kupton? T'u thysh bizneset. T'ja thysh dyqonet, bizneset, gjonat, që është t'ja thysh lokali aty. Shitët lokali, t'ja thysh me shko bezbolli lokalit, e shitët. Hajde futja riparojë nga fillimi. Shive që i ka plak, shive sa lek i më harun njerëzve për reklama. Tash i ky video në këtij e kam pa 600.000 veta. Shi qa thot, ky bëje si dush reklamën, është ky Murlanit, bëje si dush reklamën, i themu 500 euro vllai më pak. I thash 600, më thatë mu, okej, bëjmë për 500, thot. Okej, nga ora 11:02, okej, thot, okej. Ma kalo mu këtë të Murlanit, edhe, foli qikë të Murlanit. Ja bojën me 300 ti, klepa për. Ore, bëja edhe me 5 euro ti, po du të them, nuk është kartë tjetër që jetë lektë. Sa heri kam për reklamë? Jo, po familjes e, ky Murlanit vdek familja nuk bon naze ke reklamë, ti pagu. O, pa, naze bën ai. Po sa heri kam bërë reklama, i kam bërë minimalisht 3 herë? Të vdekshi rop, Shumë djalin njëra i Murlanit.
Të vdekshi rob tjerë ke qenë prezenti. Ai kena marr 800 euro për të dy, tham 1000, po me që më tha mu. I thash do vi me shehikun, kena marr 800 euro. Po, a kena qenë bashkë, kena morë më rëfshin, e i thaqë, pra ne po them që s'bona dhe i për lek, për që, është dali mirë, dhe jep. Nuk ka dalë. Nuk ka dalë, është në rreth shtëpie. Gjatë tash. Llogaritën i pak, ky mi ka dhënë mu 500 euro. Ky nuk është karë që më thirr prapë, më vëlla, hajde bën reklam kur s'ka sukses. S'di ky me dhën për shembull Arbrit 100 euro, me dhën Florit 100 euro, me dhën Mafjes 100 euro. Kam pas njerëz sa dushum, kanë marrë telefon, o vëlla, do ma bësh i reklam, po, për kokë familjes po rrejta, po, kam bërë reklam. Po e ka medh te Flori, vëlla, e ka postu po s'ka ec. Sa lek të mori 200 euro, i themu nuk ta bëj dot. Po jo çka ke, po s'duar me ta bëj them. Tash ti të shkosh pagush lek te tjetri, o Floro na bëj hallat se kam me ty, po të nxej si shembull, me që je merresh me këtë sport. Tash ti shkon pagun lek te Sheiku, Sheiku ti marrë ato lek kurriz tim se do vi të hedhun videon më mrapa aty, video ime 300.000, Sheiku 3.000 dhe thotë erdhën dhe nga mu dhe nga ty ikër, e ke bën me Sheikun, hec. Vazhdo. Po Greca, sa video hedhë Greca, se ti hidh për shembull 25 video. Po pse ere legend më shumë na Flori ke audiencë, o ty ta shifsha grum pidh që thu legend e para punës. Mos e shajer për paletësh, i çaj letë komente. Okej, kërkojnë ndjes të çava na gruaja, shifsha rob çat ke shtëpi me kalamaj me gjithë. Gjatë tash. Nuk po haj natë me njeriu, ke audiencë më shumë, ke audiencë më pak. Un kam 30.000 follow, o kara. Un kam 30.000 follow. Edhe video ime shkon 500.000 shikime, 300.000. Shkon video 50.000. Kush ka... Mirë, Flori bo shumë, o Gres, bo shumë ditë burr. Por jam dakord, o vlla, nuk e ka me Flori personalisht, apo me Kozak. Jo, po themi olla, që Flori bo shumë, edhe varet edhe sa bo në burse. Po edhe ti për shembull po të bosh 20 reklamën ditë, do i udhësh gjitha për ditë, o Gres. Hajde udhë gjitha për ditë, ti tash shohim sa do shkojnë. Jam dakord. Për shembull Hati merr 2.000 euro. Hati merr 2.000 euro për reklam. 2.000 euro, po Hati se merr mo njëri olla. Po vlla, e merr se merr, po të them merr 2.000 euro. Kur doli ky Gucci, kur doli ky Gucci, ky varikaristi, merrte 5.000 ky. Kush është i pari për audiencë Greca? Ngjoftë ngjo që ta kuptoni ju qartë. Për audiencë, për shembull, unë personalisht në Shqipëri, unë për veten time jam top 3-she. E di pse fuz veten top 3-she, se nuk them top 1, top 2, them top 3-she, herë mund të jemi 3, herë mund të jemi 2, herë mund të jemi pari. Jam te top 3-she e live-it. Të njerëzit më të shikueshëm në Shqipëri jam te top 3-shja. A kupton, sot është Fari me 10.000, nesër jam unë me 10.000, pas nesër është Kozaku, po jam top 3-she. Kurse unë jam i vetmi në Shqipëri, okej, Xhemali. Unë jam i vetmi në Shqipëri, personazh jam edhe live, Jul Deda, po me që ma kujtove ti shifsha rob. Jam i vetmi personazh në Shqipëri që bëj edhe live, bëj edhe video. Unë mos me hy live s'makari, se bëj video sa du unë. Tashi, kishe live, nuk ekziston fare live në TikTok. Fare nuk ekziston, zero se s'ka live. Qa bën Kozaku? A bën video? Qa bën Klevi? A bën video? Qa bën Aleksi? A bën video? Qa bën Fari? A bën video? Veç unë dhe ky bëj video. Unë dhe ky jena të dy personazhe që bëjmë dhe video, hym dhe live. Asi tjetër, asi pidh motre nuk ka byth me majt. Me bë dhe video me majt dhe audiencën e live-it. Nuk ka pidh motre njëri, ma gjej njëri. Hare ma gjeni. O vlla, videot e Farit 1.000 orë, ju s'kuptoni do t'i gjërë, 1 milion. O vlla, kur kam dalë unë këtu, të them po hedhi video do t'i shiro ti 1 milion, nuk po të them të bësh video për ditë si hedh unë, për ditë. Dionisi, ora shi çka krahasime zhbën. Jo vlla, Dionisi ka 700.000 follow o plak. Dionisi ka qenë i vjetër, Dionisi është i vjetër shoku, Dionisi ka qenë i vjetër vlla. Nuk po flasim për Dionisi, po flasim për gjithë. Dionisi ka 700.000 follow, 650.000. Dionisi hedhi reklami, shkon reklama 80.000, 100.000. Më shkon mu i shifsha rokt. Më shkon mu 300.000 mër, për 200.000, 500.000 me 30.000 follow. Kur shkoj unë 300.000 sa janë këta, e çoj mani men me adresën e parë që shkova 120.000 unë që më myll para 2-3 javësh, që shkova 2.000 se dhe 120.000. Më shkoni video 600k e pakta, me 100. Dhe i shit ropt. Jo për t'i futja bëj ka 200 euro më burr. O vllai, audienca llogaritet kështu. Kur un kam 1.000 follow, nëse mu ma shofi video 5.000 veta është 5 fish. Kurse ky ka 5.000 follow, ja shofi video 1.000 veta, ky është 5 fish minus, jo plus. Është edhe po bënë shumë video, Greca. Ka të bëjt. O vllai, video që boshin në Gjermani, shive pak, ta tregoj pak, isa. O Sheiku, është. Ama që bën video në vesh si Sheikun, edhe kur je dy veta ikin videot virale, dy personazhe. Okej, jam dakord.
u rrezova unë në vesh që Igor Rashkita, u çosha unë folshin për reklam. E kupton? Ashtu bëhet. E kupton, po ne do të bësh video edhe për qesh edhe për reklam. Do t'i bësh videot, jam dakord, po unë jam kështu o vllai, unë veç krijoj, për shembull, gjithë thuaj se 95% videove që rrinin bashkë. Ai thoja unë do bëjmë kështu, ta bëjmë kështu, ti bëj këtë, bëj atë, ta bëjmë kështu. Po. Unë veç krijoj burr. Ku ta vërtetojmë ne që s'janë blerë shikimet? Se nuk ja vlen vllai. Për mua për shembull, për mua nuk ja vlen. Për mua personalisht nuk ja vlen me ble shikime. E mirë fle. Jo, se s'mahet. Këto që bën ky këto që bën ky me të përplasme me këto kështu. Këto që bën ky me të përplasme me këto. Këto që bën ky çuni me të përplasme me të thyme janë skemet e mia dhe këtij që kena bënë që kur i bëshim reklamës telefonit, bënim para se me hyn dyqane rrëzoheshim, mirë, to bëu përplasim kështu, hynim mrena 800.000, 900.000. Po skemat e rrugës kush i ka boj pari? Kë rrugë që leje lek. Jo më që lekshën për të fut levnë për rrugë. Si në për rrugë? Për rrugë dha. Në për Europë. Në dy. Unë pra i pare si diske qenë, kam qenë Francun atëre, s'ke pas TikTok atëre. Si në për rrugë, s'po kuptoj. Ma plajve në rrugë dhe me ngrejt audiencë, me i shi modë, me po kardhishe. Kam pas pa atëherë, jo plak, unë kam njof te lodra ty, nuk kam pas njof atëherë fillim kur ke dalti me këtë prit se erdha. Unë s'kam pas qenë marrë fare. Po dha, ai çuni që bon ato gjonat, ai e di kush problemi aty, ai ka kërkuar Diramas që ta fusin punë, ai s'ka gjet punë edhe po shfut ashtu, është kallësia vet, bëj çfarë doje burrë. Të thot njeri, po le ça famë kam të tjerë, thot sa famë ka ky thot, për i javë që u fiksu me jetën në shef, thot ja mylli faqen atyre për te. Ai leshë, pa atë se ka futë Dirama në punët e kalon pa shkollë dhe Diramas, ai ka folë për jerë dhe Diramas me mikrofon, ai Arbri. Ai është rrotkari, është budallar, burr. Ma rob shtëpia mos bëhet hedh post nesër, ti them gjitha videot 150 euro të shohësh reklamat, kush bën reklama në Shqipëri, po. Po edhe ti, bëj video si ai, apo kështu të thyre gjo, të thyre makina, apo. Ikme dhe pik scrap i kështu, edhe ta thyre gjo pa makina. O plak, a do ma thush një gjë për shembull, nuk e kuptoj dot për i biznes. Mirë, unë si individ që mund vite. E marrin dhe për kallat, o gret, se marrin për qeshë, se marrin për qesh, po unë mund viti bi me dorë të lokali, jo ta der sperme mes lokalit. Ti si biznes për shembull, ç'a reklame mund të jetë kjo kur thu unë e bëj këtë, ç'a është kjo tash? Ç'a po reklamon ti te biznesi? Futu në arkivol ti, po futu hap me grop, futu në arkivol, til ka arkivolit. Po pse arkivolin se zorra unë me mafian para. Po mimi po futu më dhe se më hap me grop aty, futu në arkivol çu, aty mafia ti kre po reklamën, ose merr arkivolin, çdo biznes bëj vitet me arkivol. Meja 4 veta do të ketë arkivolin mes rrugës shu, ta ulin aty para biznesit, çohu ti fol. Po ti kur bëje se kur plasësh e para dyqanit ç'a tregoje. Ngjopra ç'a tregoja unë se ju këtë s'kuptova. E kuptova që është gjë varikarslik, mund ta bësh një herë, 2 herë për shaka për tërheq vëmendje. Ne bënim për me tërheq vëmendje, një herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë. Po e kuptom që është rrotkarlik. A kupton? E kuptom që është rrotkarlik dhe nuk e bëja me reklamën ashtu, tu e nis me bë karlishe. Po mund ta nisësh në një formë shakaje, delte reklama ose në gjë, po jo me bë. Po them, kur dalin në biznes, futën e ti dreqi që je shkati që thua inteligjenti lushës, mund fol ti shif sharo për inteligjencë? Kjo është me shkollë, me rrëf shpje, gjithë janë pa shkollë të në TikTok, i vetëm që me shkollë. Çdo din TikToker. Iko shoku studio. E ç'a të bëm, të rrisi rrotkari para kompjuterit atje të marr 600.000 lekë. A mendon se TikToku të zgjasi për jetë o gret? Po do zgjasi TikToku, jo TikToku, po çdo kohë që do vijë vllai veç do dali teknologji gjë e re. Ka qenë aplikacione të tjera që aro. TikToku futi në mod botën e lekut. Futi në mod këtë gjë, çdo lloj biznes, çdo lloj aplikacioni do dali me punë leku, a kupton? Në moment që ti do fusësh lekun mes kush nuk do të vijë. Si nuk vjen aplikacion pas pat lekë për më shpi.
Kush vjen me pse s'rrin Instagram live ti? Se janë ca që thonë hy për qef, unë hy me shty kon, hy në Instagram ti. Hy në WhatsApp. E le tash e por se s'rrin njëri për qef. Për qef, pse s'rrin live në Instagram këto? Ure, po këta që bëjnë vetëm video, si ka mundësi olla, fitojnë lek nga video, nuk futen live. Nuk fitojnë lek nga videot, ka dhe që fitojnë, po që e përdorin për biznes, vllai. Bën Për video reklama, po s'futen live. Për reklama, po me ngrit biznes. Kush është ai që merret me TikTok, o vllai? Se ju e menoni kështu, e di çka kosto ka TikToku? Se ju thoni TikToku me lekët e TikTokut. E di çka kosto ka TikToku? Unë për shembull si TikToker minimalisht minimalja kam 300 euro ditën, që ta them unë. E pakta, unë shpenzim ditore kam 300 euro. Do hipi makinës, do ikin Durrës, Mbera, do bre gjithë Shqipërinë, do bëj video, do gjene Karlik, është kosto, kjo unë duhet me fut këto lekë. A kupton? Ka kosto TikToku, se ju e dini kështu. Do zgjashi s'ke çfarë bën asnjë gjë, është gjë, është vetëm gjë që është punë.